Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'i dhënë vëmendje dhe për ta sqaruar përgjithmonë këtë pikpyetjen e madhe që ndodhte mes Mirit edhe Selinës, por njëkohësisht edhe Rogertit. Do me thënë Rogerti, që në momentin e parë që hyri në shtëpinë e Big Brotherit, tani do të analizojmë në detaje që ta kuptoni, u drejtua automatikisht drejt Selinës dhe goditi lojën e Mirit edhe të Selinës. E ftuar në Top Albania Radio ditën e djeshme ishte bashkëshortja e Rogertit, e cila në të gjithë debatin, tematikën dhe në të gjithë bisedën në fakt që u diskutua në emision, pyetja e cila ju drejtua është çfarë lidhje ka ajo me tezën e Selinës. Bashkëshortja e Rogertit dhe tezja e Selinës kishin bërë shkollën bashkë në Tiranë. Normalisht, nga gjërat të jetës, për disa vite, ato kanë qenë të ndara, nuk kanë pas kontakte. Kjo është martuar me Rogertin, tezja e Selinës është martuar me burrin e saj, kanë ndërtuar familje, do të thënë jeta i ka ndarë dhe rastësisht në Londër e kanë takuar njëra tjetrën. Dhe në momentin kur e kanë takuar, që do të thënë i kanë lidhur shumë gjëra, kuptohet, fëmijët e tjerë, do të thënë fenomeni që janë shqiptar në Londër, kanë ndërtuar një shoqëri që këto dy zonja, do të thënë bashkëshortja e Rogertit dhe tezja e Selinës, janë shndruar në mike shumë të mira, do të thënë kanë ndarë kohën bashk, kanë ndarë ditën bashk, kanë ndarë natën bashk, dhe në këtë pikë, do të thënë tezja e Selinës i ka treguar gruas të Rogertit që vajza e cila është në Big Brother, Selin Bollati, është mbesa ime. Do me thënë, Rogerti dhe gruaja e tij nuk e kanë njohur Selinën më herët, nuk e kanë ditur këtë historinë, do me thënë, nuk e kanë ditur se çfarë ka një herë gruaja në fjalë, zonja në fjalë. Dhe më pas, gruaja e Rogertit, pas disa ditësh, i ka thënë tezës të Selinës që Rogerti ka vendosur që të hyjë në Big Brother, sepse Rogerti këtë gjën e ka patur ëndër, do me thënë e ka patur ëndër që më herët, e ka patur qëllimin kryesor të tij, dhe ajo potencoi që Rogerti brenda asaj shtëpie nuk është ai Rogerti i vërtet, por thjesht e ka zgjedhur këtë personazh për ta luajtur brenda në shtëpi dhe ka hyrë me një maskë. Në rregull, në momentin që ja ka thënë tezës të Selinës që Rogerti do të hyjë në shtëpinë e Big Brotherit, tezja e Selinës ja ka lënë si mesazh, le të themi si amanet në këtë pjesë Rogertit, që futu aty brenda, po të futesh, krijo aleancë me Selinën edhe ndaje Selinën nga Miri, largoje Selinën nga Miri. Do me thënë, ka qenë mesazhi i tezës të Rogertit, një gjë që në fakt përputhet me veprimet e familjes së Selinës, sepse që nga letra e babait 1, që nga hyrja e Gretës 2, nusës së vllajt, që nga hyrja e vllajt të Selinës në shtëpi 3, i cili kishte mesazhe drejt Selinës të ngjitura në këmish, kishte mesazhe, do me thënë që ja tregonte të vërtetën motrës së tij, Onoja, dhe që nga hyrja e shkëlzenit, Selina e kuptoi që do me thënë jashtë për të po bëhet një katastrofë. Dhe në këtë mes, Selina u distancua. Tani, historia që tregon bashkëshortja e Rogertit ka shumë përputhshmëri me realitetin që po ndodh në shtëpinë e Big Brotherit, dhe këtë nuk mundemi ta mohojmë. Dhe thotë që Rogerti, natën e parë që ka hyrë në këtë shtëpi, hyri me këtë qëllim, dhe është më se e vërtet, sepse Rogerti që në momentin kur u ul te Lorna, goditi Selinën, nuk goditi Lornën. Dhe tani, Rogerti ja tha në fytyrë Selinës që unë jam babai i këtij djalit. Do me thënë ka qenë mesazhi kodues i Rogertit që Selina ta kupton që është një njeri i afërt i tezës së saj dhe Selina dhe Rogerti të krijojnë aleancën bashkë. Do me thënë, kjo ka qenë plani dhe strategjia e Rogertit, të cilën e tregoi gruaja e Rogertit. Tani çfarë ndodh? Do me thënë, nga një situatë e cila eskalon
në ofendime, eskalon në degradime, ndoshta Selina nuk ka arritur dot ta kupton qëllimin e Rogertit, që nuk e ka patur për qëllim që ta ofendoj, apo ta denigroj, apo ta poshtërsoj. Thjesht ka patur për qëllim, ashtu siç e tha dhe bashkëshortja, për ta ndihmuar. Selina bie pre e fjalëve dhe mënyrës së të shprehurit të Rogertit, edhe këtë do me thënë ajo e sqaroi që Rogerti nuk është rritur në Shqipëri, do me thënë është rritur në Londër dhe e ka këtë lloj timbri, do me thënë këtë lloj tonalitetit vokalit për të folë. Dhe tani tezja e Selinës del në një publikim, në një postim publik në Facebook dhe ofendon miken e saj, bashkëshorten e Rogertit. Do me thënë e personalizojnë lojën, gjë e cila përshtatet me shkrimet që bëhen në Instagramin e Selinës, duke e quajtur Rogertin çunin e nënës, dhe në Instagramin e Rogertit duke e quajtur Selinën gangstere. Do me thënë, familjet më përpara kanë patur marrëdhënie jashtëzakonisht të bukura. Do me thënë, dy zonjat në fjalë kanë qenë mike shumë të mira. Por keqkuptimi që ndodhi brenda kësaj loje, degradimet që ndodhen brenda kësaj loje, që tashmë Rogerti dhe Selina janë shpallur, le të themi, armiq kundër drejt njëri tjetrit, kanë ndikuar tek familjarët e Selinës në këtë rast, ku tezja e saj është shprehur në mënyrë siç duket vulgare për bashkëshorten e Rogertit, dhe kësaj të njëjtës i kishte mbetur hatri dhe ishte mërzitur jashtëzakonisht shumë me tezën e Selinës, se si mundet një teze të ketë këtë qasjen dhe të ketë këtë lloj qëndrimi kundër drejt një loje brenda që në fund të ditës është thjesht një lojë. Ato kur do dalin prej aty ndoshta do të jenë personazhe krejtësisht tjerë. Tani, do me thënë që ta sqarojmë, edhe pse Selina nuk e pranon të vërtetën, ndoshta tezja edhe nuk ja ka thënë që këto të dyja njihen kaq mirë, që janë kaq shoqe. Gruaja e Rogertit tha që Rogerti nuk e ka takuar kur Selinën, do me thënë nuk e njeh Selinën, e ka njohur nëpërmjet televizorit dhe ka qenë tezja ajo e cila ua ka thënë të vërtetën që është mbesa ime, dhe në një farë mënyrë ka kërkuar ndihmën nga Rogerti. Do me thënë, familjarët e Rogertit në këtë mes e pash që ishin jashtëzakonisht të prekur, ishin shumë të lënduar, dhe siç duket në këtë situatë në asnjë mënyrë nuk do të lëshojnë pe. Gruaja e Rogertit tha që unë nuk e vë kokën në zjarr, nesër ato të dy përsëri tha mund të bëhen aleat, përsëri tha mund të ndërtojnë lojën së bashku, por do me thënë, sipas shpjegimit të gruas së Rogertit, sepse tash nuk e kemi dëgjuar tezën e Selinës, tani ndoshta edhe tezja e Selinës do del në intervistë, qëllimi i Rogertit nuk ka qenë për ta denigruar Selinën, por ka qenë për ta ndihmuar atë.